Ja, pra, të dashur, vazhdojmë emisionin pas musafirëve që patëm deri tash, patëm Kogja një kalablak musafir. E kështu që e kënaqësia jonë pra se kjo është premtja fundit, do me thonë, me agjerim, me Ramazani, se premtën tjetër keni bo Bajram, keni krye, veç edhe premtën tjetër do të vazhdojnë, normal do të kemi edhe përfundimin e muajit se që është takon edhe pak për Bajram. Mirë po, sonte befasi, normal që nuk kemi lajmëruar musafirin që do ta kemi musafirin, sepse kemi pas vizita të bukura të mira nga trojet tona shqiptare atje, që na kanë ardhur edhe profesorë, edhe imamat ndryshëm, magjistra e gjithë ato, e tash na ka ardhur një magjistër nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Për ndryshe është magjistër Hafiz Rustemi, ku është një drejt për drejt tash, është drejtori për diasporën në Bashkinë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë Veriore. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm, është kënaqësi të jemi së bashku. Faleminderit gjithashtu nga ana ime që do të jemi sonte me musafirin tonë special, mund ta themi, derisa është drejtor i në kuadër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut. Atëre pa humbur kohë, neve dëshirojmë ta dimë, na nuk kem pasur deri tash në emision, ndoshta e kem pasur një prej kolegëve tuaj më herët, tash nuk kujtohet emri, para 2 viteve këto, po ai nuk ka qenë drejtori, edhe kem pas biseduar sa do pak edhe me radion, po më shumë kem lënë konakun e qendrës to që kemi biseduar ndoshta deri në 2 apo deri afër Sifirit. Na tregoni pak rreth rolit tuaj në kuadër të Bashkisë Fetare Islame si drejtori i diasporës, për të përkujdesur për këtë xhamit tona që i kemi këtu në Perëndim. Fillimisht e falemendrojmë Allahun xhaleshanu, salavat dhe selam i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarëve. Pastaj nuk e ka falemendruar Zotin ai që nuk i falemendron njerëzit. Kështu na mëson profeti alayhis salam dhe shfrytëzoj nga rasti që ju falemendroj edhe juve për mundësinë që na e dha që drejtohemi bashkëvendasve tanë që janë edhe në Norvegji, por edhe gjithë ata që na ndëgjojnë. Me të vërtetë është kënaqësi dhe është nder për neve të jemi me juve bashkarisht. Lutim Allahun që t'ju japë suksese të vazhdueshme në punën e madhe dhe fisnike që e bëni. Bashkia Fetare Islame kuptohet se për shkak se besimtarët tonë, për shkaqe të ndryshme, disa prej tyre politike, disa ekonomike, u detyruan që ta lëshojnë vendin dhe për të kërkuar një jetë më të mirë dhe dolën nëpër Evropë, nëpër vende të ndryshme, shtete të ndryshme. Kështu që edhe hoxhallarët tonë të vendlindjes i ndoqën besimtarët nëpër ato vende ku ata shkuan në mënyrë që të përkujdesen për jetën shpirtërore të atyre, për ruajtjen e fesë të tyre, për ruajtjen e identitetit të tyre kombëtar gjithashtu. Prandaj edhe kado që shkuan ato, qoftë në Zvicër, Itali, Gjermani, Norvegji, Danimarkë, shumë radh, krijuan fillimisht qendrat e tyre islame dhe pastaj Bashkia Islame për shkak edhe përveç asaj se është përgjegjëse për organizimin e të sfetare në vendlindje, gjithashtu është përgjegjëse me kushtetut edhe për kujdesin e të sfetare të gjithë shqiptarëve tonë që janë nga trevat e Maqedonisë këtë rast, për arsye se Bashkia Islame e Kosovës është për më shumë kujdeset për shembull për besimtarët nga Kosova. Dhe e formojnë në vitin 2016 edhe drejtorinë për diasporë, ku në mënyrë të veçantë kjo drejtori do të kujdeset kryesisht për mbajtjen e lidhjeve mes Bashkisë Islame dhe qendrave islame që janë në diasporë, e gjitha kjo me qëllim që të jemi afër tyre, me mbështetje shpirtërore, me mbështetje edhe kadrovike, dhe gjithashtu të tregojmë se ne jemi një. Edhe nëse jemi larg, fizikisht, përsëri jemi një, nuk kemi kufi sa i takon identitetit ton fetar dhe kombëtar. Prandaj edhe fal Zotit edhe vetdia e lartë e besimtarëve ton që jetojnë në diasporë ka qenë atill që gjithmonë të mbajnë lidhjet me vendlindjen, me institucionet e vendlindjes, sepse është diçka shumë e vërtetë nëse mund ta përngjasoj me një shembullin e shalqirit. Ajo sado që është ndoshta me metra larg nga rënjët, përsëri shalqiri vazhdon të rritet përderisa është e lidhet me rënjën. Nëse do shkëputnim dhe ja pretnim asaj nga rënja, do të thaheshte. Njëjtë është edhe me shqiptarët tonë që janë në diasporë. Do të vazhdojmë ne të jemi të suksesshëm, do të vazhdojmë të frymojmë shqip, të besojmë si duhet në Zotin, derisa i mbajmë lidhjet me vendlindjen, me institucionet e saj. Nëse ne shkëputemi,
edhe nëse arrim suksese në aspekt material, besoj se shpirtërisht do të jemi shumë të thatë. Prandaj edhe kjo është qëllimi i sektorit të diasporës pranë Bashkisë Islame, fetare islame të Republikës Maqedonisë, që ne të jemi afër besimtarëve tonë në diasporë, t'i vizitojmë ato, të bëjmë plane të përbashkëta me qendrat islame, me unionet që veprojnë në diasporë, se si ne të zhvillojmë edhe më tepër jetën fetare në diasporë, të mbajmë të gjallë shpirtin ton kombëtar dhe fetar në mënyrë që mos harrojmë se kush jemi dhe nga vim. Alush, pyetja tjetër do të ishte kështu për hoxhën e nderuar, pra magjistrin Mafiz Rustemi. Ju tash besoj që keni vizituar edhe shtete tjera, ku i kemi xhamit apo bashkësitë fetare tonat shqiptare. Çka mendoni ju se i preokupon ndoshta diasporën apo dallimin mes xhamive tona në diasporë dhe xhamiat që i kemi apo qendrat tona që i kemi atje në vendingje? Edhe çka mendoni se ne duhet të jemi, domethënë, më përafërt ose më larg nga asaj që kërkohet, sidomos që sikurse e ka në preambullën e vet Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut? Realisht mendoj me shumë sinqeritet, mendoj se xhamiat në diasporë janë më shumë funksionale sa xhamiat në vendlindje. Për arsye se nëse xhamiat në vendlindje, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, kanë vetëm funksionin e shtëpive të adhurimit, në për diasporë ka funksion më tepër xhamia. Do të thonë përveç ibadeteve shfrytëzohet shumë edhe si qendër takimi, pa marrë parasysh gjeneratës më të vjetër ose më të ri, pastaj funksionon gjithashtu në shërbim të ruajtjes së identitetit, siç thanë fetar dhe kombëtar, kontribon fuqishëm xhamia në diasporë edhe në integrimin e shëndosh të shqiptarëve tonë në shoqëritë perëndimore, do të thonë duke u integruar në shoqëri, mirë po asnjëherë duke mos harruar se nga janë dhe kush janë realisht, dhe besoj se tamam xhamiat në diasporë e luajnë funksionin e xhamisë që ka qenë pikërisht në kohën e profetit Muhammed a.s. Do të thonë është shumë dimensionale. Dhe ndonjëherë edhe ne nga vendlindja është mirë që të vim dhe të marrim mësim se si funksionon xhamia dhe jeta fetare këtu në diasporë. Është me të vërtetë e mrekullueshme dhe ne sa herë që vim këndej inspirohemi edhe më tepër, na shtohet edhe më tepër bindja se tamam shqiptarët në diasporë janë të orientuar drejt, do të thonë dinë se si të jetojnë, që përballojnë sfidave të kësaj shoqërie dhe dinë se si të jetojnë si shqiptar të mirë, besimtar të mirë, por gjithashtu edhe qytetar të ndershëm të shteteve që neve na i kanë hap dyert dhe na kanë mundsuar që sadopak të kemi një jetë më të mirë, që ndoshta këto kushte edhe vendi jon nuk na i ka mundsuar. Prandaj besoj se shqiptarët tonë, qofshin në Norvegji, qofshin kudo në cilin do shtet tjetër të Evropës, duhet të jenë shumë mirënjohës ndaj këtyre shteteve dhe të jenë qytetarë të ndershëm, të sinqertë, të dëgjueshëm, të respektojnë, do të thonë, këto ligjet e këtij vendi, për arsye se na i kanë bërë të mundur që neve të ndërtojmë një nivel shumë të lartë, do të thonë një standard shumë të lartë. Mendoj që edhe jemi larg asaj na që neve shumicën e rasteve në atë aspektin kulturor, duke organizuar festat e ndryshme, sikurse është ajo 28 nëntorit, dita e mësuesit apo edhe festa tjera 17 shkurtit, dita e pavarësisë Kosovës, kemi menduar gjithmonë që të afrojmë shqiptarët ndaj vetvetes, të jenë më të bashkuar, më unik dhe duke u larguar nga ajo integrimi i shpejt apo edhe në anën tjetër asimilimi. Mendoj që kjo kanë të kontribuar shumë, sidomos me xhami, derisa na ku jemi këtu kemi edhe shkollën shqipe, po ashtu edhe shkollën mësimbesimit dhe bashkëpunojnë shumë mirë mes veti. Edhe është shumë e mirë kjo për arsye se në të vërtetë nuk mund t'i ndajmë ne, edhe pse ndonjëherë ka tentativa për t'i ndajë, domethënë xhamit ose aspektin fetar nga e kombëtar, mirë po mendoj se është shumë gabim. Realisht xhamit janë në shërbim shumë të fuqishëm të çështjes kombëtare dhe ne shohim vazhdimisht në shoqëritë për shembull shqiptare që nuk ose familje shqiptare që nuk kanë lidhje shumë me xhamit, asimilimi i tyre është shumë më i shpejtë. Unë kam pas fatin për shembull një kohë të shërbej edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vëreja që edhe familjet për shembull shqiptare që ndoshta kanë shkuar në Amerikë për çështje kombëtare, patriotike, mirëpo s'kan pas lidhje shumë me xhamin, për një periudhë shumë të shkurtër kanë arritur domethënë pasardhësit e tyre menjëherë dhe të harrojnë se kush janë, qoftë kombëtarisht, qoftë edhe fetarisht, ndërsa ato familje që kanë qëndruar në xhami, ato e kanë ruajtur edhe fenë dhe kombin, sepse xhamit në diasporë kanë funksionin tamam të një kalaje, të një fortifikate që brenda saj, më thon, kultivohen edhe ndjenjat fetare dhe kombëtare dhe çdo kush që del nga ajo kala rrezikon fuqishëm, do të thon, identitetin e tij fetar dhe kombëtar. Prandaj besoj se
xhamia duhet të jetë në shërbim edhe të ruajtjes së fesë, por gjithashtu në shërbim shumë të fuqishëm edhe të ruajtjes së identitetit ton kombëtar, të jetë në shërbim të gjuhës shqipe, të jetë në shërbim të shkollës shqipe, sepse fundja është një trup dhe një shpirt që ne nuk mund të asnjëherë të ndajmë. Tamam si e kanë kuptuar rilindasit tanë të parë që thonin se nuk mund të jesh besimtar i mirë nëse nuk je adhetar i mirë dhe anasjellës. Dhe kjo mendoj se shumë mirë mishrohet nëpër xhamiat e diasporës. Ndoshta ne në vendlindje e hoxhallarët mban ligjërata rreth atë dashurisë, mirë po atë dashuria në mërgim përjetohet më ndryshe. Prandaj ndonjëherë thuhet duaja dheun ashtu si e duan mërgimtarët, sepse është. Ne mendoj kështu, se në realitet atje ne jemi prej mëngjes kur zgjohemi deri mbrëmje jemi shqiptar. Kurse këtu e kemi pak më ndryshe, se ndoshta një gjysmë dite, një 8 orë do të flasim norvegjesht apo anglisht, varet se ku i kemi punë. Kisha një pyetje ku e lidhe tash hoxhallar, për shembull edhe ti që je në Amerikë. Ne para kësaj jave patëm një profesor doktor nga Maqedonia e Veriut, një njeri shumë i kërkuar besa në diasporë, Musa Musajn. Ajo është domethënë një hit. Tash s'po di çu më shpjegoj më mirë edhe për dëgjuesit edhe shikuesit, është një njeri që e shpjegon aq bukur edhe pjesën fetare, po edhe pjesën shpirtërore, shkencore edhe kombëtare. E tash ne e dim që xhamit që i kemi nëpër botë shqiptarët edhe bashkitë fetare, neve duhet më furnizu prej juve me ligjerus, me imama e kështu me radhë. Në niveli i kësaj po shihet që tash ka arritë se gjeneratat e reja është këtë ndrysh. Niveli ka arritë shumë më lart, domethënë po shpjegohet më bukur, po interpretohet më bukur, njerëz pe kuptojnë më mirë ajo që kërkohet. Edhe për shembull, sa sfidë është për juve kur kërkohet një imam, për shembull, po thojmë në Gjermani ose në Zvicër, në Itali, në Amerikë, për me ardhur deri te se duhet me pas një lloj edhe CV-e, po edhe një lloj interviste që me pas në atë kuadër, për shembull, që kur vjen ai atje, se po vjen me një botë këtë tjetër, me një kulturë këtë tjetër, që me pas punë të përditshme. Çfarë sfide është për juve, për shembull, që me gjet një imam adekuat që i përshtatet atij regioni? Është shumë pyetje me vend. Zakonisht për shembull në momentin që ndonjë qendër islame nga diaspora kërkon për shembull ndonjë imam, nëse ka, domethënë, çka është caktuar veç për ndonjë imam, atëherë ne zakonisht, domethënë, bëjmë një lloj informimi të atij se ku shkon, me çfarë shoqërie përballet, cilat janë për shembull ndryshimet kulturore atje ku shkon, edhe pse të jemi të sinqertë, shumica e hoxhallarëve veç më tani janë, domethënë, të përgatitur në nivel shumë të lartë, që edhe kanë pas kontakte të vazhdueshme me diasporën, edhe kjo që ju e përmendet se tash hoxhallarët, domethënë, kanë një qasje pak më bashkëore ndaj islamit. Unë mendoj se këtë qasje na e mundson vetë edhe ambienti shkencor që mbizotron në Evropë, sepse islami këtu e gjen hapësirën, domethënë, për t'u shpjeguar si duhet, për të shfaqë vlerat e veta. Islami nuk mund shpjegohet mjaftueshëm bukur në vende të prapambetura, për arsye se nuk shkon bashkë islami me ato. Ndërsa në vendet të qytetëruara, islami aty e gjen veten dhe aty noton më mirë. Edhe realisht mund të ketë shpjegim më të mirëfillt. Shpeshherë argumentojmë atë se e dim rastin kur profeti alayhis salam bëni hijret nga Mekka në Medinë. Medinja para hijretit e kishte emrin Yathrib. Kur erdhi profeti në Medinë, ja e vendosi emrin Medinë. Medinë do të thonë qytet, qytetërim. Sikur dëshironte t'u bëj me dije arabet asaj kohe, por edhe neve më pas, se Islami sjell qytetërim. Dhe Islami gjen hapësirë, më thonë edhe zbatueshmëri më të lartë në momentin që funksionon në shoqëritë që janë të qytetëruara dhe të civilizuara. Dhe hoxhallarët që veprojnë në diasporë kanë shumë të kollajshme të flasin këtu për Islamin, se gjitha vlerat e Islamit, do të thonë mirëfillta, janë në përputhshmëri me parimet, do të thonë, që jeton kjo shoqëri ku ju veç jeni aty. Ne ndoshta kemi problem ta përshtatim Islamin shoqëritë tona, qoftë në vendet tona, qoftë edhe çka janë pak më të prapambetura. Mirë, po këtu është shumë kollaj të flasësh për Islamin dhe vlerat e saj. Prandaj hoxhallarët çka vijnë për shembull në për diasporë, në perëndim, zakonisht domethënë pak bëjmë një përgatitje të tyre, informim, mirë, po edhe janë të gatshëm të përgatitur, sepse siç tham, ato
tamam vinë në ambient islam, siç Islami kërkon, domethënë të ndërtoj vazhdimisht. Dhe besoj sinqerisht se hoxhallarët domethënë edhe arrin ta bëjnë punën bashk. Kur themi hoxhallarët, asnjëherë nuk duhet domethënë ta nashkalojmë edhe kontributin e këshillave të xhamive dhe besimtarëve tjerë, po edhe njerëzve tjerë intelektual shqiptar që i kemi përfshin këtë rast edhe juve, për arsye se sado që një hoxh mundohet, nëse nuk i bashkojmë forcat, nëse nuk bashkarisht punojmë drejt një qëllimi, besoj se asnjë hoxh nuk do të kishte mundësi të arrijë dikundi. Mirë po, në Evropë, në diasporë, besoj se shqiptarët me të vërtet ka kuptuar se ne veç të unifikuar, të bashkuar mundemi, kur i bashkojmë forcat intelektuale, fetare, kështu me radhë, atëherë mundemi të arrijmë, domethënë, të qëndrojmë fuqishëm si shqiptarë dhe si muslimanë dhe të integruar gjithashtu fuqishëm në për këto shoqëri, domethënë të moderne bashkohore. Dhe nuk kemi pasur ndonjëherë problem. Ndoshta ju bëjmë ndonjëherë problem qendrave islame në diasporë kur vin ndonjë, për shembull, imam vizitor që vim neve për një natë, 2 natë, edhe ndoshta kur janë shumë të informuar rreth rrethanave kulturore në vendet ku shkojnë, dhe ai mendon se është në Maqedoni ose në Kosovë dhe shpjegon islamin në mes të Zvicrës dhe Norvegjisë me atë retorik, me atë frym, ndonjëherë mund të edhe shkaktojmë ndonjë mosmarrveshje. Mirë po realisht imamët veç që janë të vendosur në diasporë janë të përgatitur shumë edhe janë një model shumë i mirë i një imami, me thonë, bashkohor modern. Hoxhë nderuar, derisa jeni ju pjesë e BFI-s, domethënë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kërkohen edhe në atë aspektin e ekonomik kushte për ta edhe mirëbajtur sektorin tuaj, edhe sektorët e ndryshme që ka Bashkia Fetare Islame atje. Sa i përket, domethënë, është shkolla, kemi një student që studiojnë sa studimet islame atje në Maqedoni, edhe neve në muajin e bekuar të Ramazanit, e dim se tani këto 10 ditë e fundit janë ditë më të veçanta, ditë më të zgjedhura prej Zotit, kështu që neve duhet ta dimë edhe më së miri se a duhet tash të jemi të përgatitur edhe për dhënien e vitra, dhënien e zakatit e gjithçka, që domethënë mendohem mirë për ata student, për shkak se Zoti i ka zgjedhur se kujt do t'i ndihmohet në këtë raste të varfërve, studentëve dhe sa ka nevojë për shembull Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut për ta ndihmuar në këtë aspekt, se nuk është puna që gjithmonë të ndihmohet me vitra, dhe sa e dim se edhe nuk përfiton shumë Bashkia Fetare Islame prej shtetit, apo ndoshta nuk përfiton asgjë. Po tash diaspora sa mund ndihmon këtë drejtim, sa mund ndihmon qendrat tona. Shumë, domethënë, e elaboruat shumë bukur. Realisht edhe kjo është qëllimi i vizitave tona. Ne gjatë muajit Ramazanit si Bashki Fetare Islame, gati se në çdo shtet të diasporës dërgojmë delegacion me qëllim për t'i falëmendruar për kontributin e vazhdueshëm që diaspora i ka dhënë, për shembull, për vendlindjen tonë, sidomos për Bashkinë Fetare Islame. Për arsye se shumë bukur ju e thatë, për shembull, Bashkia Islame ka 700 xhami, 5 medrese të mesme, shkollat e mesme islame, ka fakultet të shkencave islame dhe ka 0 buxhet nga shteti. Domethënë asgjë nuk vjen nga shteti. Gjithë mbahen me forcën e imanit besimtarëve tonë, nga vendlindja dhe nga diaspora. Dhe kjo është me të vërtetë e mahnitshme. Unë nuk di a ka dikundi për shembull që gjitha këto institucione të mbahen pas një ndihmë nga jashtë as edhe nga brenda, përveç me vetë kontribut besimtarëve tonë. Dhe sidomos për shembull tash gjatë muajit të Ramazanit, besimtarët tonë një pjesë të madhe të fitrave dhe zakatit e drejtojnë pikërisht rreth këtyre, me thonë, medreses dhe fakultete shkencave islame, sepse këtë çka e tham deri më tani, organizimi i jetës fetare nga hoxhallarët, qoftë në diasporë, qoftë në vendlindje, del prej këtyre medreseve. Nëse ne nuk do kishim këto, nuk do kishim kuadro, nuk do kishim pas mundësi që t'ju bëjmë ballë sfidave me cilat ballafaqohemi, po tash qoftë në vendlindje, qoftë edhe këtu. Prandaj është shumë e nevojshme ne të jemi të vetëdijshëm se këto medrese mbahen me kontributin ton dhe të drejtohen fitrat, të drejtohen zakatet pikërisht në mirëmbajtjen e këtyre institucioneve. Dhe ne deri më tani, elhamdulillah, për shkak të vetëdijes të lartë të besimtarëve ton, nuk kemi pas probleme në këtë drejtim. Edhe kuptohet menaxhimi i mirë, sidomos i kryetarit të tanishëm, që gjitha këto të ardhura të drejtohen atij ku duhet
dhe kemi një standard shumë të mirë, domethënë në kuadër të Bashkisë Fetare Islame medreset i kemi të rregulluara mirë. Elhamdulillah, këtë vit u bë edhe akreditimi i medreses Isabeu, domethënë është bërë njihet tamam si një shkollë e barabartë me shkolla tjera të mesme në shtet, dhe një që del nga medreseja pastaj mund të vazhdojë si hoxh, të diplomoj apo ndonjë drejtim tjetër çfarë do ai. Fakultetin e Shkencave Islame gjithashtu e kemi të akredituar, prandaj edhe kërkohet prej neve vazhdimisht që të jemi në mbështetje të këtyre projekteve, sepse fundja ne investojmë në diçka që do të na kthehet pas shumë viteve. Paramendoni për shembull 5000 studentë janë të dalur nga medreseja Isabeu prej 84 kur është themeluar, dhe këtë ato studentë janë në shërbim të shoqërisë tonë, qoftë si hoxhallar, qoftë edhe nëpër struktura tjera, dhe inshallah kjo duhet të vazhdoj. Ne punon Bashkia Islame fuqishëm që dal prej kësaj, ashtu si e përmendet zakonisht Zatakaja dhe Fitri u takon fukarave, dhe ne ende bëjmë pjesë në këtë grup. Duhet kadal për shembull të forcohemi si institucion dhe dalim prej kësaj kategorie. Mirë po, do të marrë kohë. Inshallah, me ndihmën e besimtarëve tonë, besoj se do t'ja dalim edhe kësaj. Prandaj jemi këtu për t'i falendëruar këto xhamate, sidomos xhamatin e qendrës ku jemi këtu, se asnjëherë domethënë nuk na ka lënë anësh, vazhdimisht kanë ndihmuar qoftë përmes kurbanëve, qoftë përmes sadakave, zakatit, dhe me të vërtet ju jemi mirënjohës shumë dhe jemi bozhli për t'i falendëruar ato dhe çdo qendër tjetër në diasporë që është. Faleminderit shumë. Ne kemi ende musafir tjerë që presin atje, që do të kemi në studio, por kënaqësia jonë ishte që tjerë së befasi edhe jona është që me të kap ty me të zonë që mos më shkuti, për shkak pa me qenë tu në radion e Lindja, sepse ne nuk i çojmë musafir tash lehtë, kështu që kënaqësia ishte që të kemi musafir drejt në studio këtu, edhe me të pa njerëz edhe me të dëgju, edhe të njëjtën kohë mu informu sa më mirë, se kjo është ajo jona e Radio Lindjes, promovimi i shqiptarëve në gjitha sferat. Domethënë, a je mjek, a je hoxha, a je shkencëtar, pilot, e ki dyrë të hapuna që ne mi motivu tjerët edhe mi informu sa ma sakt. Për fund, një këshill ose një sugjerim për neve që jetojmë këtu, çka duhet me bo e çka s'duhet me bo. Unë edhe njëherë ju falenderoj shumë, me të vërtetë ishte kënaqësi, ky bashkëbisedim shumë i ngrohtë, që iku koha dhe gati se sikur nuk u kënaqëm mjaftueshëm, po inshallah ndoshta radhave tjera do kemi hapësirë përsëri. Unë vetëm shfrytëzoj rastin që juve t'ju falenderoj për punën e madhe që e bët në promovimin e vlerave tona kombëtare dhe fetare. Realisht është një punë shumë e madhe dhe vlerësohet shumë nga shqiptarët kado që janë në diasporë, por edhe neve në vendingje, dhe vetë Zoti ju shpërblev dhe paqë gjithmonë suksese. Elhamdulillah që u kemi, inshallah edhe u paqim për shumë vite tjera. Dhe si këshill, besoj se ajo që e tham deri më tani, që ne vazhdojmë të jemi të bashkuar mes vete, të jemi të unifikuar, të ruajmë rrënjët tona, traditat tona fetare dhe kombëtare, dhe të integrohemi fuqishëm në këtë shtet, domethënë duke qenë pjesë e kësaj shoqërie me vlerat tona që i kemi, të jemi qytetarë të ndershëm, të mirë, për arsye se me të vërtetë këto vende na i kanë hapur dyert dhe mundohemi të punojmë, të jemi ambasador të shkëlqyeshëm të vendit tonë edhe si shqiptar edhe si musliman. Besoj se shumica e këtyre njerëzve që jetojnë në Oslo, në Norvegji, ndoshta mund ta njohin shqiptarin edhe islamin përmes neve. Se çfarë përshtypje do të kenë rreth islamit dhe për shqiptarët do të varet kryesisht prej sjelljes tonë. Nëse ne kemi sjellje të mirë me këta, atëherë ato do të kenë përshtypje të mira edhe për islamin edhe për shqiptarët dhe anasjelljes. Prandaj edhe është shumë e rëndësishme të mundohemi të japim një shembull të bukur, të mirë, ashtu siç deri më tani e kemi bërë këtë gjë. Dhe asnjëherë mos pranojmë të asimilohemi, për arsye se kjo do të ishte shkatrim i një populli, dhe pse jo, unë shpesh herë them edhe të synojmë që edhe të ndrojmë që një ditë kthehemi në vendlindje, në Maqedoni, në Kosovë, që edhe atje të japim mund për ngritjen e atyre vendeve, për arsye se me të vërtetë edhe atje ka nevojë për njerëz të suksesshëm si puna juaj. Zoti ju shpërbleft.
Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashk. Radio